Kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo nefs, çdo njeri do ta shijoj vdekjen, thumma ilayhi turja'un. E tek Allahu është kthimi juaj. O ju njerëz, ja ejuhel nas, kthehuni krijuesit juaj, mbushni xhamit dhe shtëpitë e Allahut dhe lutuni aty, dhe prehuni aty me lutje, me sadaka, me vepra të mira, me gjona që Allahu është i kënaqur me to. Dhe kine pra si synim të jetës tuaj, si qëllim të jetës tuaj, ta keni pra kënaqësinë e krijuesit. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuk. Kush i mbështetet Allahut, Allahu do t'i mjaftoj atij. Pra, a nuk të mjafton krijuesi yt o krijesë, që të krijoj, që të udhëzoj, që të dha mendjen, që të dha shikimin, që të dha dëgjimin, që t'i dha gjitha këto nimete dhe këto mirësi, gjitha këto në shërbimin tuaj o ju njerëz. O njeri, muaji i bekuar i Ramazanit të erdhi dhe ti nuk agjeron. O njeri, jeta jote u gëzu me plot shëndet, me fuqi dhe forcë në trupin tënd, por nuk mora abdes dhe nuk u fale. O njeri, pse nuk i falesh atij që të ka fal, atij që të ka kriju? Khalaqal insan, tha Allahu i madhnishëm, unë ne krijova njeriun, allamahul bayan, ja mundsova që të dalloj të mirën nga e keqja. O njeri, pse nuk i thret mendjes tënde dhe të kthehesh te krijuesi yt bujar?